Dekorojmë shtëpinë për festat e fundvitit. Pasi e pastruam të gjithë shtëpinë, e sollëm brenda pemën e vitit të ri që ta vendosim edhe jemi shumë të gëzuar. Djali më ndihmoi në fillim, pastaj ja u mërzitë se që të mbaroj të gjithë shtëpinë më mori një 3-4 ditë me të gjitha dekoret e të gjitha këto gjërat që duhet të vendosja, edhe me që nuk ishin ardhur disa stolira që doja të vendosja te pema, ndaja edhe u vonova që ta përfundoja, por në fillim më ndihmoi. Djali nuk mund të them. Puna më e vështirë për mua është që të vendos këto dritat. Kam 2 palë drita që I vendos te pema, edhe derisa t'i bie vërdal, e më qyen kratë me nga pema, mos e pyesni se isha vetëm, djali sado që të më ndihmonte nuk më ndihmonte dot. Edhe ishte vërtet një torturë vërtet, por të paktën I mbarova dritat, I vendosa. Tani vendosa këto lulet e mëdha në fillim dhe pastaj lulet e vogla, se porosita edhe disa lule të tjera, po ato erdhën ditën e nesërme. Që kështu nuk do t'i shikoni te kjo video, do t'i shikoni te video tjetër. Këtu po vazhdoj me topat e pemës, që po I vendos 2 nga 2 bashkë, edhe prisnim për part 3, se u thash ka shumë parte.